Nderuar kolegë deputet, vjen ministri e thot hap krahun. Po më kështu thon ata me Fenelinën se tha dhe Bledioni hap krahun. Po kur ta afrohen dalin 4 femra që bëjnë kupl arab brenda, 12 dhe ti ke hap krahun. Po ti ke vetëm vapën. Po kur ne hapim krahun, ty ti ikën ai në burgu. Ndërkohë që gjitha ta nën me protestus i merr me blind shpusti se kush e di se ku po vjen ata protestuesit tan. Ai që kishte bërë 14 vrasje të dikte me dur xhep të spital. Edhe ai ke u domate dhe kastravec që i kam lënë ty 2 domate kau, zemër kau dhe kastravec të madh ta kesh burazer se të bën der. Se vetëm ministri i drejtësisë nuk jeti. Po pyete për domatet, i ke bio, zemër kau, nuk po t'i jap nga këto të tjera të qeverisë. Sepse ti duhet shqetësohet pse gjykata kushtetuese jonë nuk ka takat t'japi vendim, o mik. Ja gjykata ku ti je, ministri i drejtësisë ti. Po ti shiko, atë hajde në për qytetet, shikosh ato parkime dyshe, do bagë ti të dyshe, do rështos pionlikun. Po hajde njëra tjetë shikosh se sa keme xhamazin, me plafon, me targa, me pistoleta, me dreqe, me biluqe, që s'ka shansa si polisë që ministri branshëm ti. Zvanç ministri branshëm. Hajde ndalojti një ata. Këta kate? Po hajde ndalojë atje te burgu që është bërë si bordello. Hyre dil ato, Dubai dhe Burgje. Këta kate? Më ti, kjeta ka, ministri i drejtësisë. Hajde shiko, po që për vjedhjen e pronës publike ta themon ty një rast, se është për kallëzim penal. 1100 hektar të vjedhura në Fier, me 2 vendime komisioni këtij prona 97-s. Ndërkohë që janë dhënë qirat të tretëve nga Ministria e Bujqësisë, as ministri nuk digjer, as këtij prona nuk i konfirmon vendimet në fjalë 1100 hektar. Kontrollojnë nesër. E ke kallëzimin, ta nisun po se pate son. Kjo është vjedhje pasurisë publike. 1100 hektar me 2 vendime 97-s. Që si rregull, akoma ti ke të ASHK-ja, ke rregulloren 194 të 99-s. Ligjin e ke i zeta, o mik. Ja kush ministri i drejtësisë merru me këtë punti. Që po e çon kadastre nga Vlora në Tiranë. Jo, merru me këtë punë, dhe këtë penal o dalu. Se ndërkohë që ti thua për fëmijët, mora 10 vjeçari ti duhet flisi i pari. Ata 10 vjeçari që shoqërohen me 4 policë. Sigurisht e vandamje. Ndërkohë që sot të gjithë studentët, po mërë pa tjetër kam bërë dhe në i fajnë në kundrevajtje penale, po deri dje gjykata e Fierit i dënote me burg ata pa patent. Burg, 3 ditë, 20 ditë, 60 ditë. Po më kundravajtje, është kundravajtje penale, forma me letë e krimit. Si pas ati kodi penal që ne kemi, ti ke gjithë dënur. Ti du të shqetësohesh pse nuk të bëhen urdhrat penal, nuk i zbaton e këtë kod penal, ke urdhrat penal në kod e procedurës penale. Ti du të shqetësohesh si ministër pse nuk zbatohet. Këtu du të shqetësohesh ti. Sepse sot Vespaku që është organi më i rrep që ka dhënë gjithë për para, sot Spaku bën vendim penal për gjithë polisa, por ata që kalojnë kufirin me 50 erë, je por në komunitet. Të gjithë aty dalin dënur, po pse më do ta filloj 18 vjeçar jetën ti dënur? Pse? Pra kur them për norma penale, ju thoni ndërtimet pa leje. Ore tani kush i kishte këto bashkitë se po na çanit rrasat këtu në parlament. Ne kemi marrë gjitha, shumë mirë, pa keni kaq vite. Po ka një krye bashkiak që s'ka dhënë, që s'ka parë këto në sylesh apo që keni gjithë sylesh ju ata të punësurit. Po pra dakord, ku ai e bën ndërtim pa leje? Po sa kanë hyrë nga administrata? Sa kanë hyrë ti KMT-s? Sa kanë hyrë kryetar bashkie, kryetar ajo e tjerë me radhë ata që kanë për detyrë të rujt? Sa kanë hyrë nga ata? Po më kemi pas 2 raste ndërtim pa leje, po dini çka ka bërë qeveria? Ja ta them unë, një rast u doj shtëpia në Lushnjë. Ju dojsh nga flaka. As i lek, as i fond emergjence, as gjë. S'ka deri këtu, se hedhin për tjera gjëra. S'kishte pra. Kur ai ndërtoi shtëpinë për gjyshen 80 vjeç, u arrestua, ndalua, u mor vendim gjob, kallëzim penal dhe prisje, edhe pse kishte marrë formularin 6 atë që nxorri për rekonstruksion. Po një tjetër që varrosi babën në burg, Rast tjetër një fshat Lushnjës, që i bëri mur mojtë që përzit e babë brenda.
vdiq baba. Thoshte du të bëj shtëpi se më vdes baba. Ta varros pak. Burg dhe ai. Po pse kjo është forma posibël pa leje ndërtimi? A diti çfarë ndodh me leje ndërtimit? Se kjo do të shqetësoj këtë dhe qeverinë. Që leje ndërtimi nuk ta jep për shefi urbanistikës 1, po se bëre projektit ajo të japin 20 euro për metër katror. 2, ta i fiks firmë ndërtimit që të hedhë betonin. Ja kjo është. Ku diti këtë? Se diti këtë. Se ti ke Terezia ministër telefonit, petlla me mjalt, me Nutella ti hash. Hapet dera ty brezë. Po ti se di që për të bëj një divorc do 7 vjet në për gjykata. Se ti çove gjitha në fjerë punë e madhe, ti maron punë. Se ajo që ishte te kolegjia e marroi punë të vetë, mori 4 milionë euro për 3 vite, hangi tanë dhe gjykatës lart. Kurse një tjetër nuk mbaron të shkallë dhe parkë të ndarë për 3 vjet. Tani si ta besoj kryetare gjykatë, kryetare e kolegjia, si e marroi atë gjykatë lart dhe mori rimbursim për vjen 3 milionë euro, si mori ajo? Ku i mori? Shusha kjo që marrë këtë 3 shkallë të gjykimin për 3 vjet. Pse këta tjerë nuk ndahet do zgjidhe martese për 3 vjet? Shkallë parë. Si ka mundësi? Sa të vjen rrallë ndrohet gjyqtari su transferum të hanë, iku Peqin, iku Rogozhin. Po leja ti do të thush. Këto duhet shqetësojnë. Ti më thua mua parkim dysh, se do him në Europë. Do të tregoj basa let në Europë, se basi e i vogët i dhe ka hap kraun që vogëli. Kur erdhi në Europa këtu, në ato vjetë 90, ka i koqë, i madhi koqë dhe vole, i tha atyre, qa thot, i tha ata në e përkëthe qik? Thot që rakie bërë në Rushë, Europë. Qa thot, i pysin për dytër ata? I thonë që Rushi bërë në ardhja, Europë, të shkresët e tuja. Inshallah nuk zbatoni dhe tretës, si ju keni fillu zbatoni dhe tretët. Tha i kanë qa lek për t'ju dhanë, ta ajnë si meni. Qa erdhe në Europa dhe ju atoj rrujtët dhe zbatu dhe i fund të më. Por, sot, sistemi ti me sistemi drejtësisë që këtë kalbër, zbato ligjet që janë të kalbër. Sistemin e drejtësisë e këtë marur, nuk është sistemi e drejtësisë vetëm spaku. Është 95% e tjera që vënë në prokurori e vënë gjykat. Sepse prokurori me gjyqtarin, duke qenë se më mori këtë mos ka marrë këtë 2 milion dhe uzdigje, po këtë ka marrë 3 milion dhe uzdigje, nuk i bën të urdhra penal. Kur bëhet fjalë për halexhin. Kur bëhet hapë pushtetar, se ajo tjetër rri akoma drejtoresh delegon nga shtëpia. E kuptoti te aks. Delegon nga shtëpia. Do të rrit policia ty parkimin dy shtëpi, po ti ke vera, ta ka sekuestruar spaku, ti ku vetë 3 meshe. Natën. Si, po ti ke celular, s'ke të bugot pa, alo, bosi, po të pa bëjnë një video kamat këtu. Mos më mërzit shumë ministrit. E diti këto përse di? Po ti ke këta oficerët këtu të shërbimit provës, nuk e kalon do t'ju Rogozhinës pa të thënë unë. Ku e kemën, që ka shkalon këta do t'u Rogozhinës e i? Mos qesh u që ta kam që me foton të i, mos qesh. E po se kaloj Rogozhinës e, jo se kaloj gjynave. E ka cdel do t'a shpia i, se do t'thoti një pseudo-risis, do kalosh t'ju Rogozhinës pa të thënë unë, shërbim provës, e kupto ku i arrit e bëja. Haja mos qesh, e ke me foto, e ke fakt ullësi. Dhe këtu këta mero ti, që sot ata gjyqtarët e ka bërë, mero me ata të neomagjistratët, që që ditërish nga iko e mesatarja, se vjen kryeministri, jep medalje ari, te në qeja këtu me medalje ari. Kur vjen puna për magistratët e ri, vjen ata 2-shit, 3-shit, 4-s, quni këti, gocat e zdit, burri halës, burri daje, se tani ka do bëjnë me ligjën e rritë, bëjnë burri daje. Me këto mero, se si po dalin këta të rinjë, parkime dysh e leja policisë, se është kod në parkime dysh. Sepse letë ndërtimit, ju i miratoni dhe ata pushtetarë tuaj, dhe i thoni, ore, su për këj palati, 200 hyrje palati, 30 parkingje. Ku të parkojnë këta tjerë? Do bëni me 4 makinat? Rregulloje pra, 20 hyrje, 20 parkingje. Apo ka parkime publike shumë, se janë bërë këto rrugë të reja, shumë. Fëmijët në për shkolla duan tjetë trajtim. Kontrollo ashashin. Kontrollo mënyrën se si funksionon, se por shanjë kalamajnë të re dhe nuk kam në kulturë. Ne nuk mund t'i themi që sa dilni nga bankat e shkollës do t'ju dënojmë, sepse kemi bërë ligje kaq të forta. Domate sallatorin pres në lushnje, me që më kujtove, vem të ato serat që janë përmytur tani nga shirat e rëmbyshëm
ta juve që s'beni llogari për këto rezervare dhe për ardhjet e përhapjet e digave, hajde t'ja u tregoj se si i ftohti i tha odoserat 2 ditë apo 3 ditë para speci për para vjeljes dhe sallatori me që e kishe me qef, dhe kur të shikosh pasaj që asnjë detani nuk është rimbursuar, pastaj merru me plafonat e zotrinve, viu se s'ka ngel polic, roje, e ku diun patronazhist që s'ka plafon, si që thë. Pastaj palot e parkingu 2, 3, 4 dhe 5. Fjalën e ka kërkuar Ministri Lamallari. Përgatitet zoti Komici. Faleminderit kryesuese e seancës. Në fakt ishte më tepër përgjigje, jo replik ndaj asaj çfarë mund drejtua zonja Topalli, sepse tek parafolsi nuk gjej asgjë që serioze që mund t'jap përgjigje. Më pyeti si qytetari i Republikës së Shqipërisë, jo si ministër, raport me urdhrat e shefit tim. Fakt, tamam si qytetar i Republikës së Shqipërisë, unë mendoj që jo vetëm unë, po miliona qytetarë shqiptarë sot, përveç atyre 4 familjeve që ende sot e kësaj dite, nuk kanë marrë një përgjigje nga drejtësia 15 vite më pas, se shefi kujt dha urdhër për të vrarë në mes bulevardit, në ditën me diell, 4 qytetarë të pafajshëm. Dhe ju po krijoni retorikën e burg. Tani, po, ka një dallim. Ju s'kishit nevojë fare as për kod penal as këto, urdhrat për shpërthime e për vrasje i bënit verbalisht edhe s'kishit nevojë fare për kod penal e para. Dhe e dyta, si ministër i drejtësisë, ja përgjigje prapë zonjës Topalli, që në fakt mu do në vitën turp që t'isha pjesë e politikës, aq më pak të riciklohesha, nëse një ditë do thoja që i vetmi faj që ka shefi im është që nuk i dha plumin ball filanit e fistekut. Pra, dallimi mes nesh dhe jush është si dita me natën. Ju flisni për kodin penal, nuk e kisha për hapjen e krahut ndaj zotria bëj çfarë doj, për sa kohë mban këtu në parlament, le të hap krahun, nuk ka problem fare. Por as nuk jam nga ata që them unë sot e hap krahun nëse vjen ai ish shefi im dhe pastaj kur bëhet prap shefi im, ti prap je këtu edhe bën flemurtarin e kush e mbron më me patos shefin tënd. Ke thënë që do hapësh krahun, qëndroj fjalës, se kjo burrnia është fjalë e madhe. Shumë faleminderit. Zoti Komici, keni fjalën. Nuk ju përmendi. Jo, emër nuk e... Zoti Komici, keni fjalë. Nderuar Zoti Komici, keni fjalë. Nderuar zonja zëvendëse kryetare, nderuar zoti ministër, të nderuar kolegë deputet. Procesi për afrimit legjislacionit shqiptar me akujs komunitare përbën një nga prioritetet themelore të integrimit evropian të Shqipërisë. Në fushën penale, ky proces ka rëndësi të dyfisht. Rrit sigurinë juridike dhe harmonizon standardet e mbrojtjes së drejtave themelore me ato të Bashkimit Evropian, fuqizon besueshmërinë e sistemit ton penal në luftën e kriminalitetit të organizuar, korrupsionit, pastrimit parave, terrorizmit dhe formave të tjera të kriminalitetit transnacional. Ky projekt ligj synon parafrimin e kodit penal me 7 aktet kryesore të Bashkimit Evropian, mbi politikën penale të Bashkimit Evropian në luftën kundër krimit të organizuar dhe në mbrojtjen e viktimave. Në kontekstin e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, sipas kapitullit 24, konkretisht drejtësia, liria dhe siguria, Shqipëria duhet të transpozojë ndër të tjera akujs të Bashkimit Evropian në lidhje me fushat e pastrimit parave, terrorizmit, trafikut të drograve, viktimave, e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjes së tyre, abuzimit seksual dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe pornografisë së fëmijëve. Këto akte ligjore të Bashkimit Evropian duhet të transpozohen ndër të tjera edhe në kodin penal.
Parafrimi I këtyre akteve vjen në vazhdim e përmbushjes së detyrimeve të ndërmarrë në kuadër të piketave të ndërmjetme, të cilat duhet të përmbushen brenda vitit 2025. Aktet e Bashkimit Evropian që parafrohen plotësisht në këtë projekt ligj lidhen me vepra si më poshtë: me pastrimin e parave, identifikimin, gjurmimin, ngrirjen, sekuestrimin dhe konfiskimin e instrumentave dhe të ardhurave nga krimi, me përcaktimin e dispozitave minimale mbi elementet përbërës të veprave penale dhe dënimet në fushën e trafikimit palishëm të drogës, penalizimi I gjitha veprimeve të qëllimshme që lidhen me trafikimin e palishëm të drogave dhe prekursorëve, siç përcaktohen nga konventat përkatëse të Organizatës Kombeve të Bashkuara,